Vetëm një muaj pas largimit, në shtator të vitit 1991, nëpërmjet një letre, Sajmir Gjergji jep sinjalin e parë në familje se kishte mbërritur në Greqi, por sërish i pakënaqur për ambicet e tij, dhe kjo e kishte shtyrë atë të largohej pa dhënë asnjë sqarim për lëvizjen e radhës dhe destinacionin e mbërritjes. Misteri u shtua akoma më tepër, kur pas 3 vitesh, në vitin 1994, ai bëhet sërish i gjallë në një emision radiofonik për emigrantët në Radio Tirana, por edhe kësaj here nuk jepet asnjë koordinatë e tij. Në familjen Gjergji vijnë lajmet të radhës se Sajmiri kishte qëndruar në burg në Selanik, por pas interesimeve të afërmve, thuhet se Sajmiri nuk është paraqitur me emrin e tij dhe nuk ka figuruar në këtë burg. Megjithatë, gojdhanat tregojnë se ai ka patur një transferim nga Selaniku për në Athinë. Nuk është bërë asnjëherë i njohur afati i qëndrimit të tij në burg, por thuhet se Sajmir Gjergji nuk kishte më interes të kthehej në Shqipëri. Trajtimi i të gjitha këtyre ndodhive, por edhe më gjerë në studion e emisionit Njerëz të humbur, ngjallën sërish shpresën tek nëna dhe anëtarët e tjerë të familjes së Sajmir Gjergjit, se ky i fundit jeton në Selanik. Sipas telefonuesve, Sajmiri jeton në lagjen Brufa 13, pranë postës në Selanik, sapo kalon Lefko Pirgos në zonën paralele me Vasilis Olgas. Ka qenë i birësuar nga një familje arvanitase me mbiemrin Fortuzi, ku nëna quhej Ali dhe babai Omer, të dy shumë të njohur në Selanik. Tashmë, ai ka një familje të tij nga një martesë me një grua shqiptare. Kanë qenë po të njëjtët telefonues që pas verifikimit në adresën e sipër përmendur, kanë konstatuar se kanë folur për një tjetër person, por që çuditërisht ka pasur ngjashmëri me Sajmir Gjergjin. Personi për të cilin u përfol shumë se ishte 41 vjeçari nga Durrësi, në fakt mban emrin Sajmir Hasa dhe ka lindur në Elbasan. Kjo përgjigje është konfirmuar edhe nga një mesazh elektronik i mbërritur nga bashkëshortja e tij. Zonja Ida, ju përshëndes. Ju shkruaj nga Selaniku në lidhje me kërkimin e zotit Sajmir Gjergji, personit për të cilin keni të dhëna për në Selanik, në lagjen Brufa, pranë Ote, postës. Nuk është zotëria që ju kërkoni, por zoti Sajmir Hasa, i lindur dhe rritur në qytetin e Elbasanit, ashtu si dhe ju vetë pohuat në emisionin e datës 30 maj. Jam bashkëshortja e zotit Hasa, pas shumë kërkimesh dhe pyetjesh për ne, nga zonjat që ju kanë telefonuar nga Selaniku në lagjen në të cilën e jetojmë, ndoqa në YouTube mbrëm emisionin tuaj dhe ndjeva detyrim t'ju jap këto të dhëna. Harta e kërkimit të Sajmir Gjergjit nuk ndalon këtu. Një telefonues jep koordinatën tjetër për të në Gjermani. Në vitin 1994, Sajmir Gjergji ka qëndruar për rreth 2 muaj në një kamp në Neustadt an der Weinstraße, vetëm 33 km larg Mannheimit, por këtu njihej si Ilir Gjergji. Ai ka qëndruar së bashku me shumë shqiptar të tjerë, ku mes tyre përmendet emri Ismail Tremkolli, i njohur në kamp me emrin Burhan, dhe që mendohet se ka përfunduar në Holland. A ka qenë kjo lëvizja e fundit që Sajmiri mund të ketë kryer nga viti 1994? Nëse po, përse nuk shfaqen gjurmë të kohëve të fundit të tij në Gjermani, apo qoftë edhe në një shtet për të cilin familja beson dhe shpreson se ai gjendet, dhe ka mbërritur momenti të shfaqet sërish, por kësaj here me guximin për t'u rikthyer.